Ka kohë që po qarkullojnë theshathemet për një romancë të mundshme mes ish banorës së shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Loredana Brati, dhe reperit të njohur Don Gjoni, theshathemet të cilat akoma po vazhdojnë të marrin vëmendje të madhe. Ajo që fillimisht nisi si një spekulim pas një videoje ku të dy shfaqeshin në të njëjtën makinë, duket se po thellohet edhe më shumë në zhvillimet e fundit. Ditët e fundit, Loredana Brati është parë në Prishtinë, ku raportohet se po qëndron prej disa ditësh. Por ajo që ka ngjallë më shumë kuriozitet të ndjekësit është një detaj që nuk mund të kalojë pa u vënë re. Një unaz ari në dorën e saj. Aksesor ky jo i zakonshëm për stilin që ajo djeg zakonisht, por që fancat e kanë krahasuar menjëherë me një unaz të ngjashme që Don Gjoni ka mbajtur më parë. Ky detaj ka ndezur sërish rrjetin, duke shtuar dyshimet se mes dyshes mund të ketë më shumë se miqësi. Komentet online janë të shumta, me shumë fanca që spekulojnë se unaza mund të jetë një dhuratë personale nga reperi për Loredana Bratin, një tjetër shenjë afrimitetit mes tyre. Edhe pse as Don Gjoni dhe as Loredana nuk kanë dhënë ende asnjë reagim publik për këto zëra, fancat janë të bindur se marrëdhënia mes tyre po bëhet gjithnjë më e dukshme. Nga ana tjetër ekziston mundësia se Don Gjoni po përgatitet për një projekt tjetër dhe qendra e vëmendjes do të jetë Loredana. Ju si mendoni? Lini komentin tuaj poshtë videos.